Në dasmën e çiftit Gjesi dhe Egli ka marrë vëmendjen e ndjekësve edhe veprimi i Loredanës. Ajo ishte banore e eliminuar javën e kaluar, por natën e djeshme ajo erdhi special për dasmën e çiftit. Përveçja e Loredanës ra menjëherë në syrin e ndjekësve, ku shfaqet me një fustan të bardhë të mbuluar me perla. Por ndjekësit janë shperat të pakënaqur se në dasëm, përveç nustes, askush nuk duhet të vishet me fustan të bardhë. Mos ndoshta ishte një kujnë për çiftin, këtë nuk mund ta themi dot. Por vlen të theksohet fakti që Loredana ishte e pranishme në dasmën e Gjesit dhe Eglit. Jozi mori një goditje të fortë nga Loredana, pikërisht sepse ajo vendosi të jetë në dasmën e Gjesit dhe Eglit. Kjo nga ndjekësit u cilësua si një shuplak e madhe drejtuar Jozit nga personi më i dashur Loredana. Ky veprim i Loredanës bën të kuptohet se rrugët me Jozin tani më janë të ndara. Se çfarë do të ndodhin, na mbetet vetëm të presim në ditët në vazhdim. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.